Dua një çokoladë, më tha djali, zakonisht e zë kjo që dojt diçka të ëmbël në mbasdite, edhe që të mos japë thjesht diçka që nuk është kaq e shëndetshme, të paktën do ta haj atë se nuk dua që t'i prish qefin, po t'i jap dhe diçka tjetër që janë të shëndetshme, siç janë frutat. Ndaj edhe i thash që t'i përgatit një milkshake, qumësht, banane, lule shtrydhe edhe çokoladën që donte. Ra dakord, tha okej, edhe po përgatitim bashkë milkshake-un me të gjitha këto gjërat që u thashë, që dhe ai të jeti kënaqur me atë që do haje, po edhe unë si mama të mos ndihem keqi që i dhash të haj çokoladë djalit, se të gjitha gjërat i duan fëmijët, edhe nuk mund t'u thuash jo për çdo gjë, se nëse u thua gjithmonë jo, pastaj ja mendoj që është më keq për ta. Ndaja edhe e lejoj që të hajë dhe gjëra të ëmbla, edhe të kripura, edhe çfarë të dojë, çdo gjë me metër mbi të gjitha. Si shikoni, e përgatit të milkshake-un, është gati, ja e vedosa në filxhanin e tij të preferuar, edhe jemi gati.